Viti 2024 u shoqërua me një paqartësi në tregun e shitblerjes së pronave për shkak të nismës së mbetur pezull të mazhorancës për të ofruar një tjetër fushatë rivlerësimi. Kjo paqartësi solli dhe një rënje të kontratave të shitjes në masën 12.5%. Të dhënat zyrtare flasin se në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës u regjistruan 31.000 shitje pronash, nga 35.000 të regjistruara në vitin 2023. E thënë ndryshe, janë mbi 4.500 prona më pak të shitura në tregun e real estate-it. Për agjentët e këtij sektori, shifrat duhet të jenë një mësim për qeverinë që të mos krijojë paqartësi në treg me nismat fiskale. Pjesa e rishitjes, pra kontratat e shitblerjes, pjesa e apartamenteve të cilat janë tashmë me një certifikat pronësie dhe hidhen në treg, ka pasur një rënje prej 12.58%. Deri në fund të nëntorit 2024, tregu i rishitjes ka pasur një ngërsh për shkak të paqartësisë me procesin e rivlerësimit në masën 33%, i cili është zhbllokuar dhe ka arritur të rekuperohet pjesërisht në dhjetor të 2024-s. Shikojmë që pjesa e tregut e cila ka konsumuar prona në ndërtim e sipër, pra prona të reja ose pjesa e tregut e cila drejtohet nga ndërtuesit, ka një rritje mesatarisht prej 20%. Pra ka humbur kjo pjesë e tregut dhe ka kaluar në pjesën tjetër të tregut, pra të pronave të reja. Shifrat janë për kontratat me titull pronësie, ndërkohë nuk ka një statistikë konkrete lidhur me kontratat e porosisë. Sepse është në vullnetin e lirë të palëve të depozitojnë kontratën e porosisë pranë ASHK-s. Pra midis shitësit edhe blerësit, apo midis ndërtuesit edhe blerësit. Ndërkohë që janë të qarta statistikat të cilat kanë të bëjnë me kontrata e shitblerje për prona të cilat ka një titull pronësie tashmë. Sa i përket tatim fitimit të paguar, rezulton se janë rreth 55 milion euro të mbledhura. Një shifër kjo që dominon nga kompanitë e ndërtimit, të cilat zënë dhe peshën më të madhe të shitjes së objekteve. Fatkeqësisht pjesa e individëve nga tregu i rishitjes përbën vetëm 3% dhe 97% vjen nga pjesa e tregtimit që kanë bërë kompanitë e ndërtimit, pra zhvilluesit e pasurisë paluajtshme. Kështu që gjatë 2024-s është ribër përsëri portofoli. Për muaj me radhë, në vitin 2024, mazhoranca mbajti pezull nismën për të ofruar një fushatë rivlerësimi për pronat, me një tatim të reduktuar. Kjo solli një ngërç në treg. Tashmë është zyrtare, fushata e rivlerësimit do të nisë në 2026-ën, kohë kur hyn në fuqi çmimet e reja të referencës në të gjithë vendin.